Do vazhdojmë tani në një intervist tjetër me Kenan Bytyqin, djali i cili sot në këtë diel na kënduar këngë të ndryshme. Faleminderit që jemi neve. Faleminderit gjithashtu me se imja që janë prezent sonte. Faleminderit që më dhuroj që kemi qenë më shpesh në ftoftë të nxehtë me na këndu këtë këngë se i pas na harrush do këngë sot më ke rikujtu kështu. Faleminderit me gjithë qef, po pëlqen shumë edhe ambienti këtu në studio. Faleminderit. Edhe uroj që të shkoj sa më mirë. Qysh kalove sot me neve në këtë të diel bukur? Shumë bukur, mirë. Shumë mirë. A më të thonë Kenan, Kenzo, qysh se... Une jam Kenan Bytyqi, po tash këto farë, pi bëj dhe farë përpunime në kongëve do kovera, aty jam Kenzo cover, që është të më thirin shëshnija, realisht Kenzo dhe e kom lonë që është. Sa është e vështirë me ma një kongë të tjetër kujt, me këthy me një verzion pak ma ndryshe, dhe më me qenë se ke shumë kongë që i bën më akustik, edhe i kthen në një verzion tjetër. Pak sa. Ta them drejten, janë ka nërë do kongë që më vynë ko, për mi përpunu janë ka do kongë nështë ta i bëjmë a shpejt. Tash nuk për tham për që është nështë ta ma letë, apo e gjej vetën ma letë aty. E të do kongë tjera vynë ka nërë ka pak ko me studiu kongën, nëse me deri ta ktheja të farë une që shpëdu, po si dhe që tjetë, më ne që kena shumë kongë të mira, edhe s'pedia ka me mujtë i bo kretë. Qef ka me bo kretë, po nuk e dia ka me mujtë kretë, kështu që sot shkon. E zakonisht të po më rrjedhin spontanesht, dykon 1-2 kongë në mujtë i bëj për qefi, se kryesisht i realizoj vetë. E një fëtë këtë punën e studios, komponon një punë në gjatë studio, edhe që kjo është afarë që po mundohem tash të në... Po realisht, koverat shumë të ketë lansume, po kongë tua nuk është që ke lansu shumë, janë ndo këtë 2 kongë nëse jo, ka bëj. Janë një 2-3 kongë që i kom bo ashtu, po më thonë drejtën ku menu me bo kongë tjera, disave që i kam ponu, po besoj që të ardhën ka me fillu edhe ma shpesh, kështu pak një kover, ase një kongë nështë. Cila është ajo konga që e këndon më shumë qef? Konga më shumë qef? Zakonisht është një konga Një lule, është një kongë e vjetër popullore, edhe pse unë jam kështu kom hinë rrujë madhe të muzikës arktuse. Po, vërtet. Jo mo shumë muzikë popullore, kompos band të rokët, në kom pak edhe rocker. E të shka do të për rokët? Jam i angazhu në edhe knena muzikë klasike. Sepse i edhe bashkëpunëtori jashtëm në... Po, jam bashkëpunëtori jashtëm në Filharmonisë që një kodë gjatë. Po du më thonë, thuaj se në gjitha rrymat muzikore, se cëllën e gjoj vetën ka pak, jam një avantur shumë të mirë kështë që unë plëtsën. Perokut, popullore, në akustike, filharmoni, dhe më thonë klasike, një mix gjanreve të muzikës. Po. Pse kë ndryshim perokut, që mbas ka marrë malë një kongë rëkë? Qëre, unë e fillim, kër kom fillu muzikë, ju më konë baterist. Edhe, realisht unë edhe kom studiu për perkusione. Okej. Një kësisht tani kom fillu shkollën e mes për muzikës Ferizaj, tani aty fillovam me lujt me piano, që aty fillovam me kuptu do me mësu histori muzikore, me mësu për kompozitore, që ka për djene. Edhe fillovam me gjithë vetën aty. Tani masane kom fillu studimet për perkusion, edhe aty jam edhe si perkusionist, në më thonë si bashkëpunëtori jashtë në Filharmoni. Mas një kohë kom pas pak një farë lëndimi në koma dhe nuk më isha me lujt më për bateri. Po aja shtyki diçka unë më konë aktiv. Tani mësanena kom kalu në sen. Kom po disa orkestra, kom bo muzika ashtu. Po të njëjtën ku, më kanë thirë kolegë të mi, grupi 7x7, ata pa dhe një farë u shkupotaj për grupit baterist dhe tyre, unë e shok këta, edhe thirën këna nevoj me pas një baterist në orkestër, gjithashtu me bo dhe kongë, së në kisha këtë punin në studios, unë për cjellë kështu gjatë të krejtë kësoj, ta një fillon një kohë komponu edhe me ta dhe më thonë. Edhe këna bo kongë, po edhe më konë baterist atë. Cilën kongë rakë që këndu
këto momente? Se mikrofonin e ke marrë me veti, që sa mirë që e ki këtë? Qatë kongën që në vete, qaja është e mirë. A ta provoj? Hajde me provojna. Ti provoj, realisht ti provoj, e unë e veç po e dëgjoj. Një lule që m'ka qel tash, aman, mbi gjithë shoqet, boj ke drit. Një lule që m'ka qel tash, aman, mbi gjithë shoqet, boj ke drit. Bukurin ma ke me naze, zemrën teme ke zanë vend. Bukurin ma ke me naze, zemrën teme ke zanë vend. Shumë mirë që e këndove këtë këngë. Po du me ta bo një pyetje se diçka që atë kohës kur e këndove, nuk e di, aja mund gabim, nëse jem gabim falj, atë lidh diçka me FSK-n, se po më duke që të kom pa diku në rrjetet sociale diçka? Po, jam edhe antori orkestrës të Forcës Sigurisë Kosovës. Okej, du me thonë si pas na... Edhe aty jam perkusionist. Okej. Se diçka më gjasove, po nuk e di ta sigurt, apo ajo se... Jam edhe aty, është punë që e bëj me nder, e bëj me knatësi, është diçka e zakonshme kur ta vesh atë uniform, edhe zakonisht kur kemi një aktor aty vesh kur kemi ceremonia, edhe kjo është diçka që kuptohet ka mojt. Është dashnia ma e bukur. Unë them që uniforma e... Gjdo uniforme ka respektin edhe dashnin e vetë, sepse gjdo uniform ka një qëllim të caktum, për e ushtrisë edhe e policisë janë dy uniformat ma të bukura që i kemë. Edhe janë diçka ma tjetër se tjera. Instinktivisht edhe kur i shet hap një farë lloj emocioni, e leje ma me i vesh është komplet diçka tjetër. Po nëse atje keni një rregullore strikte nëse nuk ga bëj, për që të arsye ndoshta edhe nuk të njofta me të parë, në shasi si në mjegu. Kemi shumë rregullore aty, po kom pos pak një farë pauzë, se për shembull dhe në për kush ka aty, me shku pa mjekër. Do më thonë një ndër rregullat është që mu kom pa mjekër. Definitivisht, aty kemi rregulla shumë disiplinë, shumë përgjithësi, edhe që ajo është ta që unë e pëlqen shumë aja që shkoj aty, që bëj atë këtë punë aty është e zakonshme. Kenzo, nga të rregove që jetu punu në këngë të reja? Po. Ke vendosë që me u konë ma aktiv me këngë? Më thonë drejtë unë në kom bo dhe këngë tjera, kom bo kolegëve tjera. Okej. Ke shkru? Kom shkru, po dhe kom kompozu, kom orkestru, kom realizu, do më thonë kom realizu këtë produksionin. Në albume ndryshme, këngë ndryshme. Tash që një 3-4 vetë më thonë drejtën një më tërhek pak, po tash apetëm së të këtë diçka, bëdhe me vazhdu. Edhe fillova, tash në kom fillu, po bëj për qef temin, edhe po bëj këtë punë veç për veti momentalisht. E tani, ndurë ku pale. Kum dëgju një këngë që kësha kërkum ma këndusët, më me qënë si jemi drejt fundit bisedës, një këngë në Instagram e këtë postum, tasht, edhe me ndra nuk më kujtohet titulli këngës, për e gjejmë pas pak në Instagram, kësha dosh me naknu në mesin e këtyre këngëve, edhe këtë këngë, edhe me përmbyll bashk të nxehtën e kësaj të djele. Kështu që unë Kenzo të them faleminderit shumë që je pjesë e ftohtë të nxehtë, kemi një sezonin e ri bashkë me ty, bashkë me mysafir qungë, me Genta Ismailin, me Krenarin, edhe me ty, dhe më starojmë me djallin që ka qenë super italian të unësët. Super e ndritin. Ndret faleminderit.
Kështu që po besoj që e kemi nis me kam të mbar, e kemi nis ashtu që duhet. Është rëndësi për mua, urime ty për emisionet që i bën, shumë suksese. Faleminderit. Përshëndes kolegët të modën, Gentën, gjithashtu kolegët Krenorit, juroj suksese në albumin e ti, ishtë bo një album super të mirë. Kur përna bënd të një album? Une, kër ta bëj albumin, keme morë vesh të i fore. U kry. Këtë kena me qitë sanë në dhvi edhe këtu kismet kena me... Me gjithqysh, kështu që unë thashtë edhe më herët, pres shumë ma shpesh në fëtët të nëzet. Definitivisht. Sepse kemi nevoj me knu, do më thonë gjithmonë misioni radio-televizionit 21 është që talentet kanë derën hapë gjithmonë në jetë, sepse shumë prej artistëve janë majet karierës të tyre falë kësaj shpije mediatike që ja ka hapë dyret edhe ka mundësu që me ezdet majeve të suksesit. Kështu që, faleminderit shumë.